Ne nuk e dim se si do përfundoj kushtet fati këtij revolucioni, se dim nga revolucioni franceze mandej që të tjerë bëjnë, të tjerë gëzojnë, të tjerë përfitojnë, po deri tani tregon një lloj sensibiliteti qytetar. A jeni befasuar ju personalisht dhe si forcë politike nga kjo gjë? Dhe si mendoni se do shkoj kjo val pakënaqësie? Jo, nuk jam befasuar. Kam punuar çdo ditë që kjo të ndodh. Modestisht, pa kërkuar të marr asnjë vëmendje te kjo gjë. Kam dhënë modestisht dhe aty në shesh rri në një kam kërkuar protagonizëm, se mendoj që duhet lënë fluksi të vazhdoj, të rritet. Po të tjerë ndërkohë kanë kërkuar protagonizëm. E kërkojnë, po bëjnë gabim, për mendimin tim. Po bëjnë gabim. Duhet vëmë Republikën të parë. Dhe modestisht do vazhdoj të jem aty në shesh derisa të jem. Ka ndonjë dhe që mund mendoj që ore mos hajdeni fare, po tani ne duhet të përfaqësojmë ata njerëzit se po zvajte thonë i shërben oligarku, të ke frikë të flasësh, apo s'është kështu. Tani kam besuar gjithmonë që do të ndodh. E kam besuar që në 8 dhjetor kur dole aty. Dhe po ndodh në një mënyrë eksaktësisht siç e kam pas në mendje, duke thënë nën flamurin kombëtar pa flamuj partish. Dhe jam i bindur që duhet dorëheqje e qeverisë dhe qeveri tranzitore. Nuk duhet shkuar në zgjedhje me Edi Ramën kryeministër. Kurse si do të jetë gabimi më fatal i shoqërisë tonë. Nëse ne shkojmë në zgjedhje të parakohshme, që me gjasa do ndodh, me Edi Ramën kryeministër, do të jetë gabimi më i pafalshëm i shoqërisë tonë në këto 35 vite. Po zoti Rama ka kërkuar një përfaqësi për rreth 20 vetash, të cilët të dalin të flasin kush janë kërkesat kryesore dhe si të përkthehen në artikulim politik, sepse ne kemi pa lloj-lloj fjalimesh aty. Me zotin Rama duhet ketë vetëm një kërkesë. Dorëheqje dhe qeveri tranzitore e përbërë nga intelektualet më të mirë që kemi, dhe për 12 muaj të krijohet një qeveri tranzitore që të organizohet zgjedhjet e para të lira dhe demokratike në vend. Nëse shkohet në një palë zgjedhje me Edi Ramën, do të jetë gabim fatal. Unë nuk kam në dorë gjithçka. Unë kam në dorë mendimin. Sepse shkuarja me të si drejtues i ekzekutivit do ta bëjë që ai të shfrytëzojë çdo kapacitet të shtetit shqiptar, çdo para, çdo potencial të krimit, duke i krijuar avantazhe me policinë e shtetit. U bë njëra pas çadrës pashës. Do të qenë fatale, po të them, sepse ai do dilte nesër dhe do thoshte, u thash, ja populli foli sërish. Dhe do të qenë një rikonfirmim i tij përballë drejtësisë, përballë ndërkombëtarëve, përballë gjithçka, një vrasje përfundimtare e frymës, së reagimit. Po si ti punohet, cila do ishte receta juaj tashmë jo vetëm si kryetar partie politike, por edhe si një aktivist, qytetar dhe si një njerëz që e njeh politikën? Cila do ishte forma dhe mënyra për t'ju imponuar zotit Rama pikërisht të gjë që sa do thatë? Çdo njeri që është në shesh duhet kuptojë që nuk ka monopolin e sheshit. Nëse dikush mendon që e ka, bën gabim. Çdo njeri duhet mendojë që njerëzit aty janë se është derdhur ajo gota e pikave të ndryshme që janë hedhë, dhe pikat janë hedhë gjatë gjithë këtyre viteve. Dikush me një protestë, dikush me një tjetër, dikush është ajo pika që e derdhi tani.